Të nderuar qytetarë të Kosovës, deputet të Kuvendit, antar të kryesisë, antar të kabinetit qeveritar. Ashtu si përkujtoi Iliri, buxheti i Republikës së Kosovës po diskutohet në ditët kur po kemi me 10 autobus me qytetarë që po ja mësojnë Evropës. Ata nuk po ikin për turizëm, po ikin për të kërkuar azil ekonomik. Po ikin nga papunësia dhe varfëria. Papunësia dhe varfëria nuk kanë pikur nga qielli, por janë pasojë e qeverisjes së keqe dhe buxheteve copy-paste të 15 viteve të fundit, që si pasojë direkte e lënë punëtorët të papunë, të papronë, ndërmarrësit e vegjël në kredi dhe hipoteka, ndërsa pasuritë e Kosovës të tjetërsuara. Ky buxhet i propozuar nuk po i adreson çështjet pse po ikin qytetarët e Kosovës. Pra nuk po i adreson papunësinë dhe varfërinë. Buxheti i propozuar është vazhdimësi e qeverisjes 15 vjeçare me logjikën e shtetit kontabilist. Ky buxhet nuk parasheh investime për të rritur ekonominë, por investime për të ndarë tortën. Prandaj po kemi investime në asfalt, por jo investime në revitalizimin e Trepçës. Ky buxhet garanton vetëm shtimin e varfërisë dhe thellimin e krizës sociale në Kosovë. Nëse analizojmë buxhetin, shohim që prej 1.576 milion euro, vetëm 69.8 milion janë ndarë në aktivitete që mund të gjenerojnë punësim. Pra më pak se 5% e buxhetit të Republikës së Kosovës është ndarë në bujqësi dhe për subvencione e transfere në kuadër të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik. Të dy këto fusha që mund të zhvillojnë prodhimtarinë, pra të krijojnë vende të reja të punës. Por edhe kaq sa janë parashikuar, nuk jam i sigurt që do të shkojnë në destinacionin e duhur, duke e ditur se çfarë korrupsioni dhe nepotizmi e pret këtë pjesë të buxhetit. Çdo qytetar e vren që ky buxhet nuk është llogaritur për të krijuar vlerë të shtuar, pra për të krijuar prodhimtari dhe punësim. E lëra më të adresoj shkallën e lartë të papunësisë në Kosovë. Buxheti i propozuar po ashtu çalon në adresimin e varfërisë. Bazuar në të dhënat e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, në Kosovë jetojnë 121.833 persona në asistencë sociale, respektivisht 29.538 familje me ndihma sociale. Projekt ligji i propozuar për buxhetin për skemën e asistencës sociale për vitin 2015 ka ndarë vetëm 28 milion euro. Nëse këtë shumë e pjestojmë me numrin e përfituesve të ndihmës sociale, i bie që qytetarët që përfitojnë nga skema sociale marrin vetëm 226 euro në vit, respektivisht 18 euro në muaj, apo vetëm 62 cent në ditë. Nëse marrim parasysh kufirin e varfërisë së shkajshme, shifër kjo e kalkuluar për të shikuar nevojën se sa i duhet një personi që të blej ushqim të mjaftueshëm, që të mos vuaj nga uria, sipas Agjencisë Statistikave të Kosovës, edhe kjo e bazuar në vitin 2011, është 1.20 euro për person në ditë. Shifra prej 62 cent as për sa afërmi nuk i përmbush nevojat elementare për ushqim. E mos të flasim për një jetë me dinjitet, pra për përmbushjen e nevojave për veçmbathje, arsim dhe shëndet. Kjo më së miri ndoshta edhe ilustron pse në Kosovë ende fëmijët vdesin duke kërkuar ushqim nëpër kontejner të burllogët. Pamjaftueshmërinë e ndihmës sociale janë duke konstatuar gati të gjithë qytetarët dhe organizatat ndërkombëtare e po ashtu edhe ato vendore. Shqetësimin e shumë qytetarëve të Kosovës e kanë shprehur edhe organizatat si Rjeti i grupeve të grave të Kosovës, Shoqata Down Syndrome Kosova dhe të tjerë. Shqetësim i tyre i përbashkët është që ky buxhet mbrojtjen sociale e konsideron vetëm si lëmosh e jo si e drejtë dhe mundësi për punësim. Në biseda me ndërmarrës të sektorit privat, shumë herë dëgjoj që kanë problem të identifikojnë punëtor me shkallësi dhe aftësi që atyre ju nevojitet. Këta mund të jenë elektricist, mekanik apo ndërtimtar. Por ata thonë që kanë problem që të identifikojnë këta. Pra ata thonë që nuk ka punëtor që në tregun e punës që kanë shkallësi të duhura për punë. Kjo që po ndodh në Kosovë është vërtet e rëndë.
Në njërën anë papunësia me mbi 35%, në anën tjetër punëdhënës që kanë problem të gjejnë punëtor të kualifikuar. Dhe ky buxhet i propozuar nuk adreson as njërën e as tjetrën. As nuk ka buxhet për të ndarë praftësime profesionale e as ka buxhet për ndihmë adekuate sociale. Ky buxhet nuk parasheh as analiza e hulumtime për tregun e punës, për kërkesat e punës, për të verifikuar se cilat janë ato aftësi dhe shkallësi që kërkohen me qëllim të krijimit të mekanizmave për edukim e aftësim profesional të personave të papunë. Pra, buxheti nuk parasheh shërbime publike të punësimit, aftësime profesionale dhe ofrim të mundësive për zhvillim të aftësive të papunëve. Për të zogluar numrin e qytetarëve, të cilët varen nga asistenca sociale, ata duhet të mbështeten që të gjejnë punë, e këto nuk bëhen me premtime boshe e as me shpenzimet marrëmendse në mallra dhe shërbime të kabinetit të ministrisë. Për të zogluar papunësinë dhe varfrinë, është e nevojshme të ndahet buxhet për programe aktive që të vendosim në marrëdhënie shkollat profesionale dhe zyrat e punës kudo nëpër Kosovë. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në vend që të paraqesë në buxhetin programet vjetore të punësimit, ku do të planifikoheshin investime në masa aktive të punësimit, si trajnim në punë, subvencion i pagës, praktik në punë, punë publike dhe vetëpunësim, planifikon vetëm paga dhe mënditje. Ndërsa vetëm zyra e ministrit do të marrë nga buxheti 221.534 euro në vit, në paga dhe shërbime për 8 zyrtar në ministri. Ky buxhet na bën me dije ne këtu dhe sidomos qytetarët se kjo ministri, por edhe qeveria në tërësi është plotësisht e gatshme të buxhetojë të gjitha dëshirat luksozë të kabinetit dhe për zyrtar. Deri më tani, të gjitha projektet për masat aktive të tregut të punës janë financuar nga donator. Kjo nuk mund të vazhdojë deri në pafundësi. Pra, shteti duhet të investojë në ngritjen e kapaciteteve të punëkërkuesve, sipas nevojave që kanë ndërmarrësit tonë privat dhe ndërmarrjet publike. Ku shtetet e zhvilluara si Zvicra, Gjermania dhe Franca kanë programe të tilla, nuk ka arsye pse Kosova të mos ketë programe të tilla. Së fundi, nëse arsyetimi për mungesë të këtyre fondeve është që nuk ka të ardhura buxheti është i pamjaftueshëm, vetëm të përkujtoj që nëse marrim parasysh numrin e banorëve, Kosova ka qeverinë më të madhe në Evropë, ku për 1.800.000 banor kemi më tepër se 90 ministra dhe zëvendësministra. Pra, ne kemi një ministër për 19.000 banor. Me logjikën e njëjtë, Gjermania do të duhet të kishte 4.076 ministra apo zëvendësministra. Më pak ministra, më pak ministri, më pak byrokraci do të mundsonin më shumë ndihma për prodhimtari, më shumë programe aktive për punësim, më shumë ndihma sociale, më shumë dinjitet për qytetarët e Kosovës. Por për këtë, ju nuk keni të gatshëm sepse zotimi juaj është tjetërfar. Zotimi juaj është shfrytëzimi permanent i burimeve financiare, natyrore e njerëzore të Kosovës. Ky buxhet dëshmon me fakte të pakontestueshme zotimin tuaj për të sunduar shoqërinë e Kosovës e jo për të drejtuar dhe shërbyer asaj. Prandaj unë them jo këtij buxheti. Ju falenderoj.